rreth botës për 60 sekonda. Vendi i sotëm është Gjermania. Me një popullsi mbi 84 milion banor, ajo ka popullsi më të madhe në Bashkimin Evropian. Me një sipërfaqe prej rreth 357.000 km², është pak më e vogël se Japonia. Kufizohet me 9 shtete, më shumë se çdo vend tjetër në Evropë. Fal lumenjve të shumë dhe infrastrukturës së zhvilluar rrugore, Gjermania është bërë ekonomia më e madhe në Evropë dhe e katërta në botë. Ajo është e ndarë në 16 shtete federale me një nivel të caktuar autonomie, të cilat ndryshojnë si në popullsi, ashtu edhe në kulturë. Një shembull i njohur është Oktoberfesti në Bavari, që tërheq deri në 6 milion vizitorë çdo vit. Gjermania ka gjithashtu mbi 20.000 kështjella, më shumë se numri i restoranteve McDonald's në Shtetet e Bashkuara.